ka disa vepra përsa të njeriu edhe në këtë dunja goditet. Jo dënohet, dënimi është në ahiret, këtu s'ka dënim. Ama këtu ka sprov, fatkeqësi që e godet njerin për shembull, si pasojë e mëkateve të caktuara. Edhe ky zakonisht është interesant kjo punë. Zakonisht, domthonë goditën njerëzit atë kur i bëjnë zullum njerëzve. Për njëri mund të bëjë Allah gjuna, caktuar, raport me Allah mund të bëjë gjuna. Allah jam lan ose i jap afat te në gjykim me dënu, në raport me Allah xhel ora që është më ndryshe. Se Allah është i mëshirshëm, është falës, Allah si bën dëm gjunohi jon. Ama kur gjunohi është në raport me njërin, subhanallahu, rrallë herë ndon njëri me pështu pa e pretuar ai çat keqe që ja ka shkaktuar dikujt tjetër. Ja ka shkaktuar dikujt tjetër. Dhe kjo është fushat shumëta, ndryshme. Edhe në kuptim moral, nëse dikush e ka prej dikon moral, do të mëruj që nesër që aje komi ju këthuj në shpet vetë, Allah në rrutëm. Pse ke prejk dikon, prejk është Allah. Ose me nënqmu e përbuz dikon, nesër e këta Allah gjallë ura, edhe e nënqmu e përbuz.